Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës. Emisari evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, po qëndron në Prishtinë, ku siç njofton korrespondentja e RTK-s në Bruksel, pritet të takohet me kryeministrin Albin Kurti. Sorensen vizitoi Beogradin më 9 prill, ku u takua me presidentin serb Vučić. Sipas burimeve jo zyrtare nga Brukseli, po punohet intensivisht për nisjen e në rundit të ri të dialogut në nivel të krerëve të shtetit. Siç merret vesh, presidenti Vučić ka shprehur gatishmërinë për një takim të ri në Bruksel me kryeministrin Kurti në kuadër të dialogut. Kosova ka hyrë në 2 javët e fundit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit. Nëse deri më 28 prill nuk gjendet zgjidhje, vendi shkon detyrimisht në zgjedhje brenda 45 ditësh. Kryeministri Kurti ka deklaruar se është në komunikim me kryetarët e partive opozitare, ndërsa ministri i punëve të jashtme Glau Konjufsa ka thënë se negociatat për zgjedhjen e presidentit po vazhdojnë dhe zgjidhja do të varet nga vullneti i opozitës. Jemi në komunikim me kryetarët e partive opozitare, kur ka rezultate, atëherë ju njoftojmë. Shumë e rëndësishme është që ta kemi një president. Kjo është e para. Pastaj për emrin mund të pajtohemi, mund të gjejmë një konsenzus mes subjekteve politike. Unë që kom pa deri tash të 2 subjektet politike nuk kanë qenë të vullnetshme me propozu emra. Kjo është edhe arsyeja pse jemi këtu ku jemi dhe nuk po m'duket që deri tash kemi gjetë një zgjidhje. Natyrisht do të besojmë zgjidhjet deri në fund. Janë edhe 12 ditë, 13 kanë me deri në fund. Por kryeministri tashmë besoj që do t'i drejtohet edhe një herë partive politike. LDK-ja ma ka lënë për shtypjen që do të takohej, jo veç edhe një herë nëse ka nevojë, po më shumë se një herë. Dhe ta gjejmë një zgjidhje për presidentin, natyrisht. Prokuroria speciale ka kërkuar burgim të përjetshëm për të akuzuarit në rastin e sulmit në Bansk, duke e cilësuar si dënimin e vetëm proporcional me veprën. Prokurori Naim Abazi tha se bëhet fjalë për një sulm të organizuar që cënon rendin kushtetues Kosovës, ndërsa theksoi se ekzistojnë prova të qarta për përfshirjen e të akuzuarve. Edhe pala e dëmtuar përfshirë familjen e rështerit Afrim Bunjaku ka kërkuar dënim maksimal, ndërsa gjykimi vazhdoi me fjalët përfundimtare. Në një konferencë me temën Demokracitë rezistente në epokën e informacionit, u theksua se bota po jeton në një epokë ku mjedisi informativ po bëhet gjithnjë më rëndësishëm për stabilitetin demokratik. Angazhimi juaj i vazhdueshëm në Kosovë reflekton një partneritet të fuqishëm të ndërtuar mbi demokraci të ndërtuara dhe besim të ndërsjellë. Takohemi në një epokë ku mjedisi informativ është bërë një dimension për të më rëndësishëm i stabilitetit demokratik. Dezinformimi dhe ndikimi në informacion nuk janë më sfida margjinale, janë përpjekje të qëllimshme, shpesh të organizuara e të mbështetura me qëllim të dobësimit të besimit tek institucionet, duke çorientuar debatin publik dhe duke krijuar pasiguri brenda shoqërive tonë. Ndërsa kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se ekonomia digjitale në Kosovë ka arritur vlerën prej 2 miliardë eurosh gjatë vitit 2025. Mbi 47.000 persona janë të punësuar në sektorët e delegimit të shërbimeve të biznesit dhe teknologjinë informative, ndërsa janë aktive mbi 11.000 biznese në këtë fushë, ka thënë Kurti. Avokimi politikave për krijimin e mjedisit të favorshëm për bizneset, investime dhe fokusin në teknologji dhe inovacion shihen si kyçe për ecjen përpara të vendit krahas shteteve tjera botërore. Kreu i ekzekutivit Albin Kurti nënvizoi se Kosova pos potencialit njerëzor ka pozitë strategjike, kompani inovative e partner ndërkombëtar dhe se detyra e përbashkët është kthimi i këtij potenciali në realitet. Ne jemi të vetëdijshëm që bota dhe tregu i punës po ndryshojnë dhe na duhen shkaftësi dhe avancime teknologjike
që të mbetemi konkurrues dhe të jemi gjithnjë konkurrues. Prandaj kemi parapar iniciimin e projekteve dhe krijimin e celuleve të inovacionit brenda sektorit publik për testuar e pilotuar teknologji të reja sikurse inteligjenca artificiale. Suedia ka qenë partnere për një kohë të gjatë në zhvillimin e Kosovës dhe bashkëpunimi ynë bazohet në një vizion të përbashkët, mbështetje të një konkurrueshmërie për bizneset dhe posaçërisht për të rinj. Ditë të sotme nuk mund të imagjinohet asnjë progres apo një zhvillim pa ndikimin e drejt për drejt inovacionit, teknologjisë dhe zhvillimit të ndërmarrësisë. Në Kosovë kemi talentin, kemi energjinë, kemi kompanitë anëtare që çdo ditë provojnë që Kosova mund të konkurrojë në të gjithë vendin dhe më gjerë. Duke marrë përbas potencialin dhe hovin e zhvillimit, u nënvizuat domosdoshmëria e tërheqjes së kompanive ndërkombëtare për një cilësi, besueshmëri e bashkëpunim afatgjat në zhvillimin e teknologjisë. Zyrtar nga Lidhja Demokratike e Kosovës kanë ngritur shqetësime lidhur me pretendimet për keq përdorimet përmes njësorëve elektrik. Antari i kryesisë Visar Azemi akuzoi Ministrinë e Industrisë duke thënë se po tenton të mbulojë rastin përmes gjobave ndaj Kecit. Ndjekim një deklaratë të tij. Ne kërkojmë urgjentisht nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë që t'i vënë përgjegjësit kryesor paradrejtësisë mos të manipulojnë në opinionin publik se kinse po e gjobisin Kecin me këto shifrat të cilat e thashë më janë selektive, sepse po flasin për njësor të cilët në atë qenë kanë te kalu vlefshmërit e afateve, por edhe njësor të ri të cilët janë të instaluar qysh vonë dhe kanë devijime të kohës, realisht e kanë marrë gabimisht energjinë elektrike në periudha me të lirë dhe me të stajtë. Dhe këto po e kërkojmë, këtë e kemë denoncu që nga fillimi, nuk kemë denoncu njësor të cilët mund të masin energjinë si sasi, por kemë denoncu njësor të cilët po e masin energjinë keq në kohë, kur sipas vendimeve të zyrës rregullatorit të energjisë, është dashur me u fakturu me të lirë, ndërka qytetarëve ju është fakturu me të keq. Dhe kjo Ndrojmë temë, Komisioni Evropian pritet të prezantoj një aplikacion të ri për verifikimin e moshës me synim mbrojtjen e të miturve nga përmbajtja e dëmshme dhe varësia në internet. Zyrtarët evropian theksojnë se aplikacioni do të mund të përdoret gjerësisht, madje dhe jashtë vendeve të BE-s, ndërsa platformat paralajmërohen për përgjegjësi më të madhe në mbrojtjen e fëmijëve. Komisioni Evropian ka intensifikuar përpjekjet për të bërë hapësirën digjitale më të sigurt për fëmijët. Sipas të dhënave zyrtare, çdo i 6 fëmijë përjeton bullizëm online, ndërsa çdo i 8 ekspozohet ndaj përmbajtjeve të dëmshme. Presidentja e Komisionit Evropian insiston se është detyre jonë të mbrojmë fëmijët në botën online, ashtu siç e bëjmë në botën offline, andaj nevojitet një qasje e harmonizuar evropiane. Aplikacioni ynë evropian për verifikimin e moshës është teknikisht gati dhe së shpejti do të jetë i disponueshëm për të përdorur nga qytetarët. Ky aplikacion do t'ju lejojë përdoruesve të vërtetojnë moshën e tyre kur hyjnë në platformat online, ashtu siç dyqanet kërkojnë prova të moshës për njerëzit që blejnë pije alkoolike. Ky aplikacion mund të përdoret në secilin mjet, ndërsa Komisioni Evropian pret që këtë ta përdorin edhe vendet jashtë Bashkimit Evropian, duke e bërë kështu standard ndërkombëtar për mbrojtjen e fëmijëve online. Platformat akuzohen se përmes dizajnit të tyre nxisin varësi dhe përdorim të pakontrolluar nga ana e të miturve. Platformat e medjeve sociale ofrojnë dizajne shumë problematike. Lëvizje të pafundme që ushqejnë varësinë, video të shkurtra që kapin vëmendjen, përmbajtje shumë të personalizuar dhe të synuar. Sasia e kohës që fëmijët tanë kalojnë duke parë ekranët nuk ka qenë kur kaq e lartë, dhe kjo është kohë që ata nuk e kalojnë në shesh lojrash me bashkëmoshatarët e tyre. Sa më shumë kohë që kalojnë në internet, aq më shumë katën gjartët ekspozohen ndaj përmbajtjes së dëmshme dhe të paligjshme. Komisioni Evropian dërgoi mesazhe edhe tek gjigantët e teknologjisë. Porositet se platformat nuk mund të shmangin më përgjegjësinë.
Nëse nuk zbatojnë rregullat për mbrojtjen e të miturve, ato do të konsiderohen përgjegjëse dhe do përballen me pasoja konkrete. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, së bashku me organizata partnere, ka kërkuar nga Kuvendi i Kosovës pezullimin e procesit për përzgjedhjen e antarëve të bordeve të RTK-s dhe KPM-s, duke cilësuar si të komprometuar dhe jo transparent. Sipas tyre, procesi është shoqëruar me shkelje të parimeve të transparencës, ndryshim metodologjish, mungesë quorumi dhe afate të pamjaftueshme për kandidatët dhe deputetët. Siç janë shprehur nga AGK, ka rrezik për kapje politike të institucioneve dhe kërkojnë që proceset të rifillojnë vetëm me standarde të qarta, transparente dhe meritore. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të nderuar shikues, mirupafshim në edicionin qendror.